Ministre, jemi në qendrën shëndetësore Gjiri Lalzi. Kemi 3 qendra 24/7 veç qendrës shëndetësore Verore, pa për llogaritur pastaj edhe qendrat shëndetësore verore tjera që njësia vendore i ka hapur edhe që ka vlerësuar postacionet janë të mbushura me sinjalistik, me mjete, me barna dhe me gjithë personelin e nevojshëm. Tu janë 3 mjekë dhe 5 infermierë, menaxhimi i punës koordinatoreshe e qendrës shëndetësore Ishëm. Kemi zgjedhur që shërbimi të jetë 24 orësh, kjo për të organizuar dhe për shkak të largësisë, por dhe të angazhimeve të tjera që kanë përtej angazhimit gjatë sezonit veror. Deri më tashmë kemi fatalitete, urojmë shumë që kemi me një sezon të mbarë dhe lehtësisht të Bashkë do jemi. Në këto qendra shëndetësore vijnë pacientë nga gjithë grupmoshat, nga 0 vjeç deri në 85 vjeç. Kjo është një mundësi e mirë si për një mjek si puna ime që është sapo ditë për mua që të aftësohet, por edhe të gjithë ato gjëra që ku mund të përmirësohet. Pra eksperjenca jote e parë. Eksperiencë të parë? Kam punuar vullnetarisht në kohë të Covid, kam bërë shumë praktike, po si eksperiencë punë është hera parë. Bukur shumë. Ne kemi 36 qendra shëndetësore në gjithë vendin, qendra shëndetësore verore, prej të cilave 20 kanë dhe postacion autoambulance. Duhen thënë që ka pajisje të reja që e bëjnë edhe shërbimin edhe u lehtësojnë akoma më shumë profesioniste që punojnë këtu, por ndërkohë edhe përmirësojnë shërbimin që ofrohet. Pajisja e monitorit, kërkesisht për ato pacientë që kanë problematika të tipit angina ose edhe më pranë që është infarkt akut miokardit. E kjo është përdorimi rutinë i pacientëve që ankohen për shqetësime respiratore, por edhe të zemrës. Është kabineti i medikamenteve, është pajisur me disa medikamente që nga ato antihipertensiv, antiemetik, problematika tjera që mund të jenë të tipit hipoglicemie. Perfuzionet janë në ACL, ringer për ato pacientë që mund të kenë djegje, por edhe glukosat e pacientë që mund të vuajnë nga diabeti, pra kanë hipoglicemia, pa ata që kanë tepruar pak me alkoolin, i bëjnë perfuzione me glukozë. Patjetër që ne jemi këtu për të ofruar ndihmën e parë në raste urgjence dhe emergjence dhe që të suportojmë edhe ato momentet kritike ku do duhet që për shkak të një patologjie të caktuar ne jemi në dispozicion.